Eni Vasili vjen në krye të radio-televizionit shqiptar me 7 votat pro nga 11 antar të Këshillit Drejtues. Duke siguruar 3/5 e votave, ajo kryesoi mbi 2 rivalet e tjerë, Zoja Jakaj, që mori 3 vota dhe Ngjollush Musai me 1 vot në raundin e dytë. Me përfundimin e votimit, kryetari i Këshillit Drejtues, Fatjon Hoxhalli, shpall emrin fitues. Votimi i dytë për drejtor të përgjithshëm të radio-televizionit publik shqiptar rezulton të jetë i suksesshëm pasi arrin të realizojë nevojën statutore të radio-televizionit publik shqiptar për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm prej 3/5 të antarëve të Këshillit Drejtues. Kandidatja Eni Vasili zgjidhet drejtori i përgjithshëm i radio-televizionit publik shqiptar me 7 vota. Ftoj asistente ligjore të përgatit dokumentin. Suksese, zonja Vasili. Gazetarja dhe moderatorja e njohur e emisionit Open, me një karrierë të gjatë në lëmin e gazetarisë, do drejtojë radio-televizionin shqiptar me një mandat 5 vjeçar.